Medin Mehmeti është një profil interesant i cili luan me Melbourne City në Australi. Sot ishte rezervuar sfida me Johor për Championsin Aziatik dhe që u fitua me rezultatin 2-0. Golin që vullosi fatin e takimit e shënoi sulmuesit 18 vjeçar në minutën e 92. Mehmeti u aktivizua si zëvendësues në pjesën e dytë. Te goli i shënuar në fund e gjithë merita ishte e tij, ndërsa më pas nuk mungoi festa me shqiponj. Talenti shqiptare kishte ndeshjen e dytë radhësi për këtë sezon me Melbourne Cityn, mungesa e tij më parë ishte për shkak dëmtimi. Mehmeti është pjesë e moshave të Australisë ku dhe ka lindur. Sinjalet gjatë kësaj kohe kanë treguar për afrimitetin me origjinën e tij, pavarësisht largësisë.